A ju kujtohet rasti I Arta Fondës, nusja e ish djalit të kryetarit të tanishëm të Strugës, biznismenit të fuqishëm. Kur Arta Fonda vendosi që historinë e saj ta bëjë mediatike dhe të tregojë se si ajo ka ngelur pa fëmijët në bazë të vendimit të cila I kishte marrë gjykata themelore në Strugë dhe gjykata e apelit në Manastir, asnjë media nuk e pranoi. Edhe ju sot do të kuptoni se pse edhe këto gjykata I kanë marrë të vendime, edhe mediat nuk e kanë pranuar. Mos ndoshta tingulli është shumë I rëndësishëm në tavolinë për vendimet të cilat merren ose hapësira mediatike e cila u jepet në këtë rast viktimës. Viktimës së sistemit, viktimës në këtë rast Arta Fonda pa Z dhe rasti I saj është publik, por në fakt ky emision nuk është për Arta Fondën aq shumë sa është për kauzën, për të gjitha ata gratë të cilat padrejtësisht jetojnë pa fëmijët e tyre dhe nuk kanë zë dhe nuk kanë mundësi që rastet e tyre të dëgjohen dhe padrejtësisht janë të ndarë nga më të dashurit e tyre. Rasti I Arta Fondës është një rast I përveçëm dhe gjykata supreme ka sjell një vendim ku ka hedhur poshtë vendimin e gjykatës themelore në Strugë dhe gjykatës së apelit në Manastir edhe e ka dërguar lëndën në revizion. Pra lënda është rikthyer nga e para edhe po citoj sakt që shkruhet se revizioni pranohet, prishet vendimi I apelit të Manastirit dhe vendimi I gjykatës themelore në Strugë, lënda kthehet në rigjykim. Ashtu, gjykata supreme vëren se gjykatat më të ulta e kanë bazuar vendimin kryesisht në propozim vendimin e qendrës për punë sociale në Strugë edhe nuk e kanë marrë parasysh vendimin e qendrës për punë sociale në Shkup, I cili ka qenë në favor të nënës. E kanë marrë vendimin për punë sociale, vendimin e qendrës për punë sociale në Strugë, I cili ka qenë në favor vetëm të babait. Arta Fonda është një nënë e mrekullueshme, një vendim I enti për punë sociale në Shkup e ka vërtetuar të njëjtën dhe ne nuk e vëmë në dyshim në asnjë lloj mënyre, por vetëm për të parë një parantezë dhe për ta gjykuar edhe vetë sepse gjykatat I kanë marrë këto vendime dhe pse kjo punonjëse e entit për punë sociale në Strugë e ka marrë këtë vendim. Vetëm një parantezë e një rasti I cili u bë viral mediatik në Shqipëri, ku një nën akuzohej edhe publikisht se fëmijët e saj I rriten në kushte të vështira higjienike, madje kishin edhe sëmundje ngjitse zgjeben dhe përsëri institucionet si enti për punë sociale, pas gjithë bujës mediatike, ata vepruan në veprimin e drejtë duke ia dhënë të ëmës edhe një mundësi duke I dhënë suportin institucional që e njëjta të ketë edhe një shans për të mundur të vazhdoj jetën me fëmijët. Edhe pse, si që keni parë rasti ka qenë viral. Pra, Arta Fonda që ka edhe një vendim nga enti për punë sociale në Shkup, se është një nënë e përkushtuar, asaj nuk I kanë takuar nga 2 gjykata fëmijët, edhe institucionet si enti për punë sociale në Strugë e kanë vlerësuar që është e shëndetshme që këto fëmijë të vegjël të rriten pa të ëmën. Kjo parantezë uroj që nëse asgjë më shumë, nëse nuk ngre institucionet dhe këshillin gjyqësor në këmbë, këshillin e prokurorëve, ministrin e punëve dhe politikës sociale për të kontrolluar të punonjës të entit për punë sociale, të paktën le të zgjojnë ndërgjegjen tuaj që një nën e leni të qëndroj të paktën edhe një çast të vetëm pa drejtësisht pa fëmijën e saj. Rasti I Artës është vetëm një rast që është bërë mediatik, pa cenzurë, është gjithmonë porta e të gjithë juve që në çdo lloj momenti ju është bërë padrejtësi. Shpresojmë që pa cenzurë të rritet në studio të reja, të cilat po investohen dhe shtohen dita ditës me punëtor të rinj, që sa më shumë ky medium të jetë I fuqishëm dhe të jetë gjithmonë siç ka qenë porta juaj. Je vetmja gazetare në Maqedoni që më keni pranuar pa ju trembur fare syri dhe jam këtu që të tregoj sot gjithë historinë time të trisht që më ka ndodhur rreth 2 viteve.